Kafshët shtëpiake janë pjesë e familjes son, dhe ashtu siç kujdesemi për higjienën tonë, duhet të kujdesemi edhe për të tyren. Mjeku veteriner Sokol Malej shpjegon rëndësinë e larjes së rregullt si një pjesë thelbësore e kujdesit për shëndetin e tyre. Larja e rregullt shërben në shëndetin e kafshëve. Ajo shërben për mbajtjen në kontroll të higjienës së tyre, për largimin e papastërtive nga organizmi i kafshëve. Sa herë në muaj rekomandohet larja e kafshëve shtëpiake? Jo shumë shpesh. Në varësi të racave ndryshon edhe larja e tyre. Mesatarisht lahen një herë në muaj. Qenë që janë me qime më të shkurtër mund të lahen edhe pak më rrallë, një herë në 6 javë. Qenë që janë me qime më të gjatë, lahen pak më shpesh, mund të lahen një herë në 4 javë. Kurse macet janë më ndryshe, janë më të pastra dhe duhen larë sa më rrallë. Me rekomandueshme është 3 deri në 4 herë në vit. Pastaj edhe më rrallë se kaq nuk është gabim. Veterineri thekson rëndësinë e përdorimit të shampove speciale për kafshët. pH-i i lëkurës i kafshëve është ndryshe nga i njerëzve dhe për këtë arsye ato kanë shampot e tyre specifike. pH-i i kafshëve është përgjithsisht neutral, kurse pH-i i lëkurës së njerëzve është pak më acid. Dhe nëse ne do të përdorim shampot e njerëzve, atëherë mund të shkaktojmë dëmtime, irritime, forma të ndryshme të dëmtimit të lëkurës. Kujdesi për higjienën e kafshëve tona është një përgjegjësi që ndikon drejt për drejt në shëndetin e tyre dhe të familjes son. Me larje të rregull dhe produkte të përshtatshme, sigurojmë që miqtë tanë me 4 putra të jenë të pastër, të shëndetshëm dhe të lumtur.